Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje. Prindërit zakonisht marrohen kur u bie telefoni dhe në ekran shfaqet numri i mësueses. Mendja u shkon menjëherë tek më e keqja. Ndonjë dritare e thyer, ndonjë grindje në obor, apo ndonjë notë ngelse që ka mbetur e fshehur në ditar. Por për mua, një burr 44 vjeç, i vetëm që rrit një djalë adoleshent, thirrjet nga mësuesja ishin bërë pjesa më e çuditshme dhe më e pritur e javës. Djali im ishte ai që mësuesit e quajnë nxënës shembullor. Nuk kishte nevojë t'i rrija mbi kokë për detyrat, e as për librat, dhe pikërisht ky perfeksion i tij u bë shkaku që unë të përfundoja më shpesh në zyren e mësueses kujdestare, se sa prindrit e djemve të tjerë. Mësuesja e tij e letërsisë, që njëkohësisht është edhe kujdestarja e tij, quhej Elona, një grua 37 vjeçe, bionde e me një elegancë të lindur që të kujtonte me shumë modelet e pasarelave se sa mësueset e ngurta të gjimnazeve tona. Mbante gjithmonë syze me kurnisë të hollë, të cilat në vend që t'i shtonin rreptësi, vetëm sa ja theksonin sy të shkathet dhe inteligjent. Në fillim, takimet tona ishin tërësisht zyrtare, por me kalimin e javëve, ato thirrjet për të diskutuar ecurinë e djalit tim filluan të bëheshin pak si shumë të shpeshta për një nxënës që kishte vetëm nota 10. Ishte një pasdite e vonë prilli, fiks në kohën kur shkolla ishte zbrazur nga zhurma e nxënësve dhe nëpër korridore dëgjohej vetëm zhurma e hapave të mi. Elona me kishte marrë në telefon rreth orës 4. Arben, kam djalin tuaj këto me një projekt të ri letrar dhe do të doja shumë të konsultonim diçka bashkë në zyren time. Kur hyra, ajo ishte ulur pas tavolinës së saj, e rrethuar nga pirgje fletoresh me rrethin të kuqe dhe ditar të trash. Zyra mbante erë letër të re, boj printeri dhe pak çaj kamomili. Drita e verdh e pastaj kalonte mes grilave të dritares, duke krijuar vija të rregullta mbi dysheme. Mirë se erdhet Arben, tha ajo, duke hequr syzet me një lëvizje të ngadalt dhe duke i lënë mbi ditar. Përdorimi i emrit tim përpara ishte shenjë e parë që tregonte se kjo nuk ishte një mbledhje e zakonshme prindërish. Mirë se ju gjeta mësuese, thash unë, duke ulur në karrigën përballë saj. Joni më tha që nuk ka pasur asnjë projekt këtë javë. Shpresoj mos të ketë bërë ndonjë gabim pa më thënë mua, i thash unë. Joni quhej djali im. Ajo qeshi duke mbështetur mjekrën mbi pëllëmbën e dorës dhe tha: Joni nuk bën kur gabime Arben, ai është gjenial. Aq gjenial se unë shpesh mendoj se nga kush i ka trashëguar këto gene, sepse nga bisedat tona me duket se babai i tij është pak më rebel se sa tregon kjo bluze serioze që keni veshur sot, më tha ajo. Ky ishte stili i saj ngacmimit, një flirtim intelektual, i fshehur pas termave shkollore dhe lavdatave për djalin, por që kishte një tension të qartë e unë e vereja. Ajo nuk po fliste për nxënësin, por po studionte prindin. Elona mori një fletore të madhe dhe hapi në mes. Shiko këtu, tha ajo, duke u përkulur përpara mbi tavolinë. Për shkak të përkuljes, ajo erdhi shumë afër meje. Djali yt ka shkruar një ese për lirinë e individit. Është një shkrim i mrekullueshëm, por ka disa rreshta që më bëjnë të mendoj se ai dëgjon bisedat tuaja në shtëpi. Ju vërtet mendoni se rregullat janë thjesht për njerëzit e mërzitshëm, më pyeti ajo,
Unë qesha, duke ju përgjigjur shikimet e saj sfidues pas atyre syzeve që ajo i vuri prap në vend me majën e gishtit. Unë mendoj se njeriu duhet të di kur t'i thyej rregullat pa bërdem, moj mësuese. Dhe me sa duket, djali im Joni po mëson mirë. I thash asaj. Po ju, pyeti ajo, duke marrë një silolaps me bojë të kuqe dhe duke luajtur me te në mes të gishtetave të saj të hollë. A dini t'i thyeni rregullat apo thjesht flisni bukur? Më tha ajo. Tensioni psikologjik në atë zyre u bë pothuajse i prekshëm. Shkolla ishte krejtësisht e heshtur jashtë asaj dere. Nuk ishte asnjë pretekst shtëpiak, asnjë rremuj për të pastruar, asgjë për të riparuar. Ishte vetëm një lojë mendore mes një burri 44 vjeç që po ndjente sërish peshen e një tërheqjeje të harruar dhe një gruaje që po përdorte çdo mjet të zyres së saj për të më nxjerrë nga ekuilibri. Ajo ngrit në këmbë, mori një tabelë të vogël vlerësimi digjital që ishte e lidhur me ekranin e mur dhe erdhi e u mbështet fiks pranë karriges sime. Kam nevojë që të hedhësh një film këtu, si prind, tha ajo, duke me zgjatur lapsin digjital. Gjatë lëvizjes, ajo u përkul aq shumë sa flokët e saj bjonde me preken lehtë supin. Ishte një kontakt minimal, por që në atë dhomë të mbyllur me rasi rufe. Unë e mora lapsin, por sytë e mi nuk shkuan tek ekrani, shkuan tek dora asaj që po qëndronte mbi mbështetsen e karriges sime. Ishim vetëm pak milimetra larg njëri tjetrit. Mësuese Elona, i thash duke u kthyer plotësisht nga ajo. Me duke se kjo firma ime mund të priste edhe me shumë, apo mund të ta dërgoja përmes një emaili. Pse kam përshtypjen se ju thjesht ju pëlqente me shihni të vi këtu çdo javë? I thashon. Ajo hoqi sërish syzet e kësaj radhe me një lëvizje më të shpejtë. Pa ato xhama përpara, shikimi i saj bjond ishte plotësisht i zhveshur nga çdo rol zyrtar. Ajo la lapsin mbi tavolinë dhe kryqëzoi krahet, duke me parë drejtin e sy me një lloj guximi që nuk e prisja nga dikush që kalonte ditën duke dhënë mësim. Po sikur të jetë ashtu Arben, tha ajo, me zërin që ja mori një nuancë më të ngrohtë e më të thellë. A është mëkat që një mësuese të kërkoj pranin e të vetmit person në këtë shkollë me të cilin mund të bëj një bisedë që nuk lidhet me buxhetet apo me planet mësimore? Apo ty të bezdis kur të thërason, me tha ajo. Nuk me bezdis as pak, ja ktheva, duke u ngritur edhe unë në këmbë. Ishim shumë pranë njëri tjetrit dhe eleganca e saj e hollë, që nga larg dukej e paarritshme, tani ishte fiks përpara meje. Përkundrazi, i thash, ka filluar të më bëhet zakon ajo thirrja jote. Ajo bëri një lëvizje të vogël, duke u mbështetur në cep të tavolinës së saj të madhe të punës. Sytë e saj mbeten të fiksuar tek temit pa asnjë lloj droje. Kishte një tërheqje absolute të pastër që nuk kishte nevojë për fjalë të mëdha apo romantike. Ishte thjesht takimi i dy njerëzve të rritur që kishin gjetur diçka në mes të një përditshmërie monotone. Zgjata dorën dhe ja mora syze që i mbante në dorë, duke i ulur ngadalë tek ato fletore. Ajo nuk lëvizi për të më ndaluar. Përkundrazi, sytë e saj u mbyllën lehtë për një sekond, kur gishtat e mi preknin mollzat e faqeve të saja gjatë asaj lëvizje. Rregullat e shkollës thonë që prindrit duhet të mbajnë distancën me mësueset, përshpëriti ajo. Por buzët e saj ishin tashmë aq afër sa fryma e saj preku mjekrën time. E po të thash, ja ktheva me të njëjtin zë të ulët. Unë e di kur duhet t'i thyej rregullat. Nuk pati me fjalë, e gjitha ajo loje gjatë me nota, takime të shpeshta dhe diskutime letrare
u përmblodh në atë sekond të fundit të pasdites. U përkula përpara dhe bashkova buzët e mia me buzët e saja. Fillova ta puthja ngadalë, plot mat pjekurin time. Elona lëshoi një pshëretim të mbytur, duke kaluar duart e saj të holla mbi supet e mia dhe duke më tërhequr me pranë vetes. E gjitha ajo ftohtësia e saj si një mësuese u zhdok dhe i la vend një pasioni të pastër dhe të vërtet që kishte qëndruar i fshehur pas shumë diteve. Pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.